është e famshmja kuti e Pandorës? Jo, tani ke fikur mikrofonin, duhet ta ndezësh. Okej, a pra tani se kutia Pandorës me mikrofon fik e kemi tani, okej? Okej, jam mirë. Pra, më dëgjon. të dëgjoj fort dhe pastër tani, a? Faleminderit. Të erdhi buzëqeshja, shoh. A? Me erdhi dhe një shok. E ke pritur. Po, normal. Të tjerët nuk e besonin, por ja që... E po, unë kam thonë që Big Brother e sidomos, kur bëhet nga ju, ka shumë surpriza dhe ka të paparashikueshme. Ka, e vërtet është. Tani, për fort zakoni duhet të pyes, a do ta hapësh kutinë e Pandorës apo jo, edhe pse ma merr mendja si do jetë përgjigje, po si do që. Faktikisht, do kisha vërtet dëshirë ta hapja, të shifja çfarë ka brenda. Çfarë do lloj gjëje që të ketë brenda, unë do ta pranoja. Mrekulli, atëherë tani hapim bashkë kutinë e Pandorës. Si fillim tani me hapjen e kutisë së Pandorës, e cila ka brenda një të mirë për ty dhe një të keqe për shtëpinë, duhet që të lexosh të mirën, pra zarfin e bardhë. Të bardhin, a? Të bardhin, po. Me zë të lartë tani. Jo, ta shoj qik. A, po, më fal. Artan, nëse po lexon këtë zarf, do të thotë që kutia e Pandorës është hapur. Vëllai i madh të jep një avantazh që do të ndryshojë përgjithmonë lojën tënde. Nga sot ti do të jesh konkurrent i vetëm me një ish fitues të Big Brother VIP. Shko në monitor se për kë bëhet fjalë. Pra, në monitor nuk shkojmë dot, po do shikojmë në monitor për kë fitues bëhet fjalë tani. Nga ky moment, gjithë ata që janë mbrëm do luftojnë vetëm për vetën dytë. Unë nuk do zhgënjej ju, publikun, lihet që do fitoj prapë. Ardha. A tani, O pëlqen? e kuptove? Normal që kuptova. Pra, nga ky moment e mbrapa, çfarë kuptove? Që unë me Luizin do t'jemi konkurrent. Nga ky sot e mbrapa do t'jemi konkurrent i vetëm me Luiz. Me Luiz Eli. Edhe në ëndra nuk besoj të kishte shkuar në mendje kjo gjë, a? Po, derisa ëndra imi ishte Big Brother, erdha këtu, ëndra gjithmonë janë të ëndra dhe kur realizonin janë shumë bukura. Super, më vjen shumë mirë që je i lumtur tani. Dua tani të lexosh zarfin e zi, pra të keqen për shtëpinë. Artan, nëse po lexon këtë zarf, do të thotë që kutia e Pandorës është e hapur. Vëllai i madh të jep një avantazh që do të ndryshojë përgjithmonë lojën tënde. Nga sot ti do të jesh konkurrent i vetëm me një ish fitues të Big Brother. Jo, kam bërë një gabim tani, kanë futur të njëjtin tekst. Okej, po ta them unë, a mund t'ja them unë vllai i madh? Marr një konfirmim nga vllai i madh për të qenë në rregull. Okej, atëherë. Nga ky moment tani, duke qenë se e mira ishte që ti ishe konkurrenti vetëm me fituesin e Big Brother VIP Luizin, ti mund të ndryshosh lojën
e 2 banorëve aty brenda, sepse vllai i madh të jep ty të drejtën që të bësh një konkurrent të vetëm 2 nga banorët që janë brenda shtëpisë, me përjashtim të Alesios dhe Markos që u futën sonte. Banorët nuk do të ndahen deri në fund të rrugtimit të tyre, pra do të jenë një konkurrent i vetëm gjatë gjithë kohës. A mundem të mendoj pak? Patjetër që do mendosh. Faleminderit se du ti mendoj çik pak. Herë parën që e kam sigur që është Miri, ose Rim Tulla e djegme, siç i them unë për herë. Po. Me këtë do ta bashkosh Mirin. Miri faktikisht kur shoh atu, sepse unë kam qef herë ta bashkoj me femër, sa ato i ka qef. Kupton? Vdes për të bërë lojra me femra dhe aty me Selinën pothuajse se ka marrë loja me atë me çfarë mendoj unë, ato tjerat mendoj që me Brikenën me Brikenën, sepse Brikena këto kohët e funit, sidomos kur ka ardhur edhe banori në thojza Iri Kali Trojes, që është Arushi Boli, ajo pothuajse s'po ndihet fare në këtë lojë, domethënë në këtë shtëpi besoj që s'po ndihet. Kështu që unë mendoj që Miri dhe Briken. Kështu që vendimi përfundimtar është të bësh një banor të vetëm deri në fund, Mirin dhe Briken. Je i sigurt tani? Shumë i sigurt për arsye sepse mendoj që do të jetë shumë interesant. Ma beso këtë që do të jetë shumë interesant sepse do ta shoh fiks Brikenën se çfarë është fiks, sidomos bashkë me Mirin. E kuptova. Okej, tani atëre jemi shumë të qartë, shumë urime, të ftoj tani të shkosh ke dera e Vodafonit për të marrë gjysmën tënde, Luizin, i cili është me ty si një konkurrent i vetëm. Veç për ty ka marrë. Faleminderit. Veç për ty ka marrë. A desh të qëndrimin? Si, mirë. Si, mirë. Welcome back. Po pse bani sigur jeni të lumtun që erdha, se s'e marrësh. Gjithta, kjo era mirë po. Senaldo. Po pra të shëtoj të jebot. Si e qëve, mirë se kam. Mirë se kam. Ai kam të për finale. Ai ka që në finale, saj. Po ti e një rampë, ti e budo. Ti e budo. Po që të mirë të me përshku me përgjene. Ti e budo, ma. Ti e një rampë, përkret, ma. Ma se ki fikse, si e më vetë. Po, ti e në regull të se ta shpërgulloj o lojnë. Po që në Ka një puma, ta që jetan pumi, me një puma. Se më s'na ban mua në të du në finale, ma. Se nuk me ban me dy, ma. Atere, yje jam sërish me ju, Luiz, mirë se u riktheve. Ata ku qëndrimin. Enes, Leliana me të përgjë. Le tu se le, hajde shpirë. Meze? Ku ka përsimet e mija? Shkero. Ka përsimet e mija? Atere, Luiz. Edhe i dhash gjash, mas da japim me qëra shpinë, që që nga kanë prishke. Po pra, digjo, vendos ta provosh për herë të dytë. Pse? Po me marrë lekë mërë? Dakor, dja. Më pëlqen, tani, si që edhe e kuptove, Luiz, për te gjithë gjërave, do me thënë, tani hapi kutin e Pandorës, dhe nga ky moment e mbrapa je një konkurrent i vetëm me Tanin. Pra, kush na del para ne? E tani atë se di, nuk e di. Rogerti u mërzit shumë. Po si su mërzita ma vla. Se unë i japë sinjale ti, unë kam thënë kjo kam dy pumëshi. Tasha s'ta një pumi. O Rogert, po pse u mërzit e kaj shumë, o Rogert? Rogert, pse u mërzit e kaj shumë me zgjedhjen e Tanit për Mirin dhe Brikenën, ma? Mirin e Brikenën, po, sikur me tanën ty ditën me natën,
merr sir me drita me O llam. Ledion, a mund të bëj një pyetje? Po, mundesh, po. Doja të bëj një pyetje Luizit. Mos e prit mendjen. Do t'i bësh një pyetje Luizit? Duhet të vendos Luizi nëse mund t'ja bësh apo jo. O Luiz. O Xhaxhi Gerti, shut up. Riur. O Luiz, mund të bëj një pyetje? Me dashuri. Luiz, mund të bëj një pyetje? Kujdes se po e ndam nga gruaja shkretin. Kujdes. Kujdes. Ledion? Kujdes. Po, tash pra, Luiz... E kam për komentin e Gerta, apo s'ka problem, le ta zojmë. Vazhdojmë me pyetjen. Jo, nuk e dëgjova S'ka problem, se dëgjojmë ne këtu. A mund ti... Gerti, a do të rikthesh prap jashtë derës Vodafonit? Po. Po nëse e vendos ti, kujton se kam frikun ty e Ledion? Unë s'kam frikë vetëm Zotin, në Ledion. Mua më vjen realisht keq që ti nuk ke frikë. Sepse një njeri që nuk ka frikë është realisht Po, me master, mos harro. i keq i vetes vet. Po. Më vjen keq. Selim, Po Ledion. doje t'i bëje një pyetje Luizit, them është Luizi ai që duhet të thotë nëse mund t'ja bësh apo jo. Po morë si jo? Po. Ledion, s'ka problem. Tani ishte një pyetje fan në lidhje me sfidën, me kauzën që bëm. A i hëngri Kiara petullat apo jo? Këtë pyetja. Po para se të kthej Luizi përgjigje dhe të drejtoj pyetjen, po e bëjmë dije Xhaxhi Gerti, se ndoshta Xhaxhi Gerti është mpleks në jetë me njerëz që ndajnë burra nga gratë, po nuk jam unë një ndër to. Xhaxhi Gerti dil nga dera Vodafonit dhe shkoj gjej ku ke lënë, okay?